Ka transmetuar autori rahimahullah nga Qatada rahimahullah, i cili ka thënë në lidhje me ajetin illa men rahima rabbuk walidhalika khalaqahum. Domethënë përveç atyre që i ka mëshiruar Zoti yt dhe për këtë i ka krijuar. Domethënë ky është ajeti dhe Qatadja e ka komentuar këtë ajet, ka thënë lirrahmati walitta'a. Pra Allahu i ka krijuar njerëzit që ti mëshiroj dhe që ata të jenë të bindur ndaj Allahut. Fa amma ahlu ta'ati Allah fa qulubuhum wa ahwa'uhum mujtami'a. Do të thënë njerëz që i binden Allahut, ata që janë të nënshtruar ndaj Allahut, ata zemrat e tyre dhe dëshirat e tyre ose pasionet e tyre janë të bashkuara. Wa in tafarraqat diyaruhum. Edhe nëse vendbanimet i kanë të largëta. Do të thënë i kanë dëshirat e njëjta, synimet e njëjta, edhe zemrat i kanë njësoj. Edhe nëse jetojnë vendet ndryshme, do thotë pa marrë parasysh, kurse wa ahlu ma'siyatillah qulubuhum mukhtalifa, ata që bëjnë mëkate ndaj Allahut janë të përçarë. Edhe wa in ijtama'at diyaruhum, edhe nëse jetojnë në vendin e njëjtë, edhe nëse janë fqin ngjitur shtëpit, ose madje ka në shtëpinë e njëjtë, antarët e familjes njëjtë kanë përçarje, mosmarrveshje, domethënë prishje mes veti, dhe këto të gjitha janë rezultat i mëkateve. Kundërshtimi, prandaj këtë duhet ta kuptojnë të gjithë ata që thrasin në bashkimin e muslimanëve. Edhe secili musliman e do bashkimin e muslimanëve. Por duhet ta dim si mund të bëhet ky bashkim. Duke i bërë mëkat Allahut, ose duke e shpik bidate, duke e shtrembu fenë e Allahut, edhe mundohemi të bashkojmë zemrat, kjo nuk ndodh asnjëherë. Asnjëherë nuk ka mundësi të ndodh bashkim në këtë formë. Bashkimi është duke i thirrur të gjithë muslimanët në ndjekjen e Kuranit dhe Sunetit, sipas kuptimit të sahabeve, të cilët i ka bashkuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe ka thënë law anfaqta wa alafa baina qulubihim, do të thënë Allahu i bashkoi zemrat e tyre. Pse i bashkoi? Për shkak se ishin të nënshtruar plotësisht ndaj shpalljes që i ka ardhur nga Allahu. Do të thënë ishin plotësisht të nënshtruar ndaj fjalëve të Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky bashkim nuk ka mundësi me ndonjë shkak të dunjas me ndodh. Bashkimi i tillë siç ka ndodhur mes sahabeve. Se ka thënë law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Do të thënë nëse kishe dhënë gjithë pasurinë e tokës, çdo gjë që ka në tokë, të gjitha fuqitë dhe pasuritë, nuk ka mundësi ti bashkosh zemrat e tyre. Prandaj ka mundësi që njerëz të jenë vende të ndryshme, gjuhë të ndryshme, ngjyra të ndryshme, por kur janë në rrugën e selefëve, në rrugën e Kuranit dhe Sunetit dhe menhexhin selefi, janë të bashkuar me të vërtetë, edhe pse vendet janë të largëta, ndoshta edhe nuk mirën vesh. Nëse takohen, nuk mund, domethënë me njëri tjetrin të mirën vesh se kanë gjuhë krejtësisht tjera, por zemrat i kanë njësoj. Edhe dashuria është e vërtetë kur e sheh një njeri të tillë, edhe nëse nuk e kupton se çka është duke thënë. Kurse nga ana tjetër, njerëz të mëkateve, edhe më keq se mëkatet janë bidatet, i kanë zemrat e përçara, të coptuara, edhe nëse shfaqen si të bashkuar. Prandaj te interesi i parë, edhe te grindja e parë për marrje të udhëheqësisë, për pushtete dhe për ose për famë, ose për pasuri, domethënë menjëherë shfaqet ajo përçarja e tyre. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Domethënë mendon se janë të bashkuar, por zemrat i kanë cop mes veti.